Puna më e mjeshtër. Por pas për se vjen. A, mirë se gjeta. E përse edhe për ditë. Si? Vuri fort. Qëta. Gjithmonë vjen kohë. Edhe unë gjithmonë duke punu punë artistike. Vetëm kur të mëllet kretë do ta laj. Çfarë ke boni që bukur sot? Tashti Ke bo murin tregues dhe shenja treguese. Shenja të rrugës. Po, Po dhe trojt e sudit. po hajde shkojmë atje. Edhe në vazhdim gjëra të tjera do t'i shohim. Po, po. Tu po e të bëhet deri më e malit kam vazhduar. Çfarë ke bo këtu bi? Trojt e sudit. Atë që kemi për sudit. Trojt e sudit. Bukur, bukur. Kam Po, vazhdu. atje po se bën një gjë të bukur e ti në mojët. Atje në mojët ka bënë një krishe, si mu më kanë bërë komplimente, më kanë thënë si vishë që fësa në shkodër mami e. A, të një moft të Që bip. më kanë thënë? Të një moft bip. Merë gjithashtu, të jo dhe Të fatë një moft, të një moft. Po si ta titullojmë këtë bip? Kjo e ka se shefit që ashtu tu zbraz, a zbraz për shuise, kretë. Ta shti kam menu se titlu tjetë. Shpia të bësh, por zemra plët. Shumë e bukur bip. Unë kam nipa, kam vlezër, kam nipa mesa, jemi kompletu. Kam rëp familje të madhe. Na shoki shtëpia. Që ata nuk jetoj. A, të falenderoj, ky titull shumë i goditur. Titull shumë i goditur. Shtëpia të bosh, por zemra plot. Sepse ne shqiptarët kemi ato po fat mirë, gjithë janë kudo në përbot, janë biznesmen, janë rahat, janë në hotele, por ne qajmë halin e trojeve tona. Përveç se kanë hikjo është Ne na duhen trojë tona. Unë i kam prind së rrate deri në Shkodër. Atje në shtet mirë, Rrët dhe shetin e kullave. Po, po, po. Ati kanë le kretë. Mhm. Si të ta konkretizojmë të gjitha. To rrugicat i pasë mjell me rusht, me patate, me gjiva. Jam munutja për shtas, Po. shati. Jam pak dekorativ. Edhe shishën e rakisë ke zertu? Dikur po ka vite se ja kam nëmë të dikur e kam pas shok. Dikur e ke pas shok. Dikur. Sot nuk e ke më shok. Ja, tash. Sot nuk e ke më shok. Po shumë kohë. Shumë bukur. Shumë sinkrahat. Ajo si që shef vetë, A, tu qeka bim suli. Si vjet? Punim nga... ka vitet, Po, 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 po. e reta, gjithashtu. Mia. Punimet, kuptohet se nga dora eme, ideja eme, më kanë një muë kalamajt, me bëzë Ju lumshin krahët dhe ajo kryqëja mrekullueshme atje ju një moftë. E kryqëja atje na jep një shpresë të papalme. Dhe si modi zëtë më ka kutu me bëllë. Po, Edhe kam bërë, më kanë një muë fmirë, sa o kom thanë. Më kanë pytë, që të bëha, djemë të e vlajt, po, po, po. zjerëzhi dhe doda, sa o kom thanë se jem të bëgë krishja, edhe ato më kanë një muë. Ju një moftë e faqe bardha ndyl. Ato si më kanë një muë e thmit e mi kuptën, si kam kërku një puj, edhe si më mërë me kërku. Pra me bip sulin, duke përshkruar ndoshta problemet e sociale shqiptare, që trojt në shtëpiat e në bosh, por zemrën e kemi plot. Dhe në vazhdim ne duhet të tregojmë edhe evenimente tjera të jetës sociale këtu në fshatin e vetes me bip sulin. I në rumër se ke ardhë. I përshnes edhe njerëzit si Ku dhe që të tjetë? na shohin. Ku të tjetë? Viva qeka sa një rrugë makine. Kush është, ku që një rrugë? Të është kjo të qënë ke shokë të tonë kryj sule. Kërë suli, po? Po, na e thomi kryj merë. A, vela e ka që i kërë vel, po për Po, se keni pas afër shtëpisë tuaj ka që i kërë sulit. E kim pas afër. Po. Po që ka si rrugë makine? Është rrugë makine kjo? Një munu për ta mirëmaj. Është rrugë makine kjo? Jo, jo. Ai, nuk është rrugë makine? Jo, nuk ka. Një munu për ta mirëmaj. Po. Edhe do të munohem sa të munëm. Thjesht vetëm për qenë se kush nuk lëviz këto. Edhe unë s'mos ta kam ujtë në bërë. Por, më dhe më shpërti, sa që jem to, dhe ta shohë. Po. Se kjo rrugë Nga nga drejtimi? Kjo rrugë që po jetë kalim bashkë. Po. Rreti? Kime qenë lodhë i thënë një një tjetër, natën e merë, Au lodhe. Kujtë punon esë. Hajde. Sot të vetë të plek arusha, vera dhe egën, edhe shështirë që asë zëj, nuk e ka shumë muzikën e time. Shështirë të marrë rogën të dana. A ti përtarë të? Na shkojmë ke
Unë të të thëmë kryj mirë, jo kryj sulli. Po. Kështu quhet, kryj mirë, se këtu ka ujë special, ujë veçantë. Kryj i mirë, e ka emër, Po. Shqip. Tashti, tu ka pas mu priti shtëja Gjoknoku. Po, për në fund kënë ulala, po. Për në fund, kënë ulala, Aha, shtëja Gjoknoku, që të jetë po. deri kënë kollë në ulazë. Kënë kollë ulazi ke marrë kanë kollë ulazi. Të magan kollazë. Ha, shoku im. Unë thëmë të vjetër. Po, marrë kanë Të kollë gjithë ulazi. kuptohet se a pas shumë një tjerë në Mhm. kanë pasarë shtyush në dere. Për të zarraja. Për të mush ujë ke kroj. Asë të pas të rraja. Asë të gjohë. Po pas të qenë rrugë e madhe shumë. Rrugë shumë e madhe, shumë e popullume, nuk janë absolutar për një duhet asë të pa besurti. Mhm. Që ti kërën, edhe pas të mësue, në kujtojt një fjallë e të Small Schmidt, dramaturgut Fadil Karaja. Fadili, po. Fadil Karaja, që thoshte, edhe thorë. Kroj, Po, fol. Kraj, po përkthej me temën të Po, fole. Kroj Kraj, ka qënë veni i misave. I miseve. I misave. Po. Ja kam gjoti. Atë kur shkoshin vajzët e bukura, rinia e bukur e gjithë. Shkoshin vajzat, shkoshin nuse. Atëre nuk ka pas vend ekspozite për të ekspozue robi fizik në vetë. Më shumë se të kroj. Atë kuptohet se kush ishte më me ndërgjegje, kush ishte më bukur këtë, a jetë në reklamën e vetë të pasur bulirën, të ja mosh ku ngel të bosh. Shumë e bukur bipo Po. kjo. Pra kroj ka qenë dhe veni ku shkoshin miset. E Miset. kuptut? Pra të kroj shifshin vajzët e bukura, shifshin nuset e bukura dhe kuptoheshin se sa të shkasta, të sjellshme, të zojet, të pasta, a e gjitha virtytet e një femre miritore. Faleminderit. Atë ishte stacioni i dashunisë. Se si nuk unë që të kunë. Nuk ishte tjetër njofje. Ka qenë rreshti deri ma ta anë gurt për të nejtë. Bulirët dhe gratë e vajzat. Andaj, edhe këni e njëjtë e zonë. Edhe këne nga rruga nga erdhëm na njëtë e gjë. Edhe rruga tjetër U boj rreshti me bulira. Ishte kishë për zarrall. Të gjithë me bukurinë si që thamë atje, me sa si sot nuk e zëvendësohet. Po. Ajo kulturë e vëllat. U qëtë kush ishte mareja, Po. vajzë ose nuse, edhe u mushte bulirën më të më shumeve. U mushti bulirën gjithë. Po të gjitha. Ja u litë gati në gurt për ta ngarkue Në shpinë. me tërkun. Po. Edhe Tu ka qenë venim duket si janë vu bulirët tu. Pa vene pak atë bidonën. Edhe këtu ka qenë. Tu ka qenë një. Kuptohet se e shë veç ka trejmin. Po këtu ka qenë një. Këtu ka qenë një. Ka Po. qenë edhe këtu. A dhe aty ka qenë një tjetër. Ka qenë rresht. Se 92-shin kur ka qenë një si ka shkullurat gjitha, dallka madhe. Po dallka madhe. E- Arriti ujë tek kroj? E ka pas deri atje. E greu. I ka pa fshi këto Bukur. të vën të po i quj stola, Bukur. guri. Bukur. Dhe ky këtu pra është kroj mirë, që veljakët i thoshin dhe kroj sulit, sepse ishin lagjet e sulit. Do pi ujë edhe unë aty. Tu jemi te kroj sulit, Po, kroj mirë. kroj mirë. Po. Veljakët i thonë Kroj kroj sulit, ndërsa ju vetë sulit i keni thënë kroj mirë. Po, Sepse ky ishte ujë më fantastik në gjithë velën, ë? po, ki mbi fjalë kanë pas thanë Po, përpara po. se jetojnë shumë sulit se kanë ujtë e mirë. Edhe kjo nuk E kjo ka qenë thanë. Tash ti ki nuk është në vend tem. Po. Si rregull, si agrajetin punë tjera se s'na du me himat punë, nuk është në vend tem. Po e kem pas ma afër se thanë po kështu i thohet. Edhe su, Ashtu është kufive të bukur. po jo është kufim vetëm, por këtë emër ka. Jetojnë shumë sulit ka qenë e thanë me kjo, Bukur. që Ashtu ujë. kanë pa ujë ka i ban me jetuar shumë, se na s'kem pas me harë ma mirë se tjerë. Unë duke qenë të kroj mirë i veles, kroj sulit, si që thonë veljakët, Po. du ta përshnes dhe një kroj është skena parë e misëve shqiptare. Dhe mos u habitni, sepse te kroj takoshin vajzët, takoshin nuset, takoshin Fadil Karaja. E këte ka thënë Fadil përshëndes. Fadil Karaja. Fadil Karaja përshëndes. Fadil Karaja përshëndes, një nga dramaturgët më të mëdhenj të Shqipërisë, aktorët më të mëdhenj të Shqipërisë, i cili ka thënë që krojet është vendi i misëve shqiptare, do të thotë te krojen taku miset. Pra siç e thash, tu takoshin nuset e reja, vajzat e reja,
më të moshuar të rinj të cilit ajo nuse më re mbushte bulirat e gjithë më të moshuarve, domethënë ishte më respektuar, shifshin këtu të kroj se kush është më e bukur, kush është më mirë, ndoshta sebepi dhe për të bërë një shkusi, niste nga kroj, atu njifshin, atu shifshin, e ku është kjo vajzë e bukur, ku është i djali mirë, edhe kështu marote. Tu kemi këta pishet e bukura rreth 50 vjeçare. Dhe pyllim ata atje i pa prekun, i pa dëmtuar asnjë pish. Këto janë ca pisha shumë bukura 30-40 metra, të cilat nuk kanë një moshë as pak më të madhe se sa 50 vjeçare. Këto pisha i keni mbjell ju me kooperativën tuaj? Po, kooperativa i ka mbjell. Pra me një kooperativ ka që thellë zot malore, shikoni këtë të bukur pishash, i cila është mbjell nga dora e njeriu. Kishte disa brigata, kuptohet. Po, dhe një kishte për brigata pyore. Si mas stins, Po, brigata që pyore. do të përpyet, ka pas kriju edhe brigat për të punu me pyet. Pyet mrekullueshme, ky pylli bukur me pisha këtu në Velja. Nga maja e malit këtu dhe asnjë pemë dëmtuar. Ishim të kroj, por nuk pash njëri. Aty tregom historinë e bukur të Fadil, Kraja. të Fadil Krajës. Pra, Fadil Kraja ka thënë që Kroj është vendi i misër shqiptare. Se kjo ishte gjë shumë e bukur që unë të përshëndes, artistin e madh, dramaturgun e madh Fadil Kraja. U ktym nga Krojët dhe nuk pam njëri. Kështu është edhe një nga këngët vajet për vdekjen e Gjeç Kastriotit, të cilët pastaj padre në shkollë, po ju flasim për një temë të mirë, shumë të ndjeshme, por me gjithë se Shtëpia Bosh, e kemi zemrën plot, sepse kudo që janë nipat ditan, të janë shumë mirë në përbot, janë zotët, janë milionerë ndoshta, dhe ne po u qëjmë vendin e tyre për të kthyer ta një ditë. Dhe tani do të dalim tek kryqet që kanë ndërtuar biba. Derisa, e përsëris, derisa u lodhë se ti thënë një qëtë natën e mirë, që e ka lodhë... A u lodhe sepse Përgjigjet pa fond. nuk putej biseda asnjëherë. Dhe këtu kemi 4 kullat e sulit. Tu është rruga madhe që vizte nga Lesha, ose rruga Shullani që thot biba. Kalohet për Livadhe, Zorosh dhe gjithë trevat e Mirditës. Tu jemi rrugës madhe the bib? Tu është rruga madhe. Po nga vjen kjo rrugë? Kjo vjen fshati Popo, edhe për i Velzveni. Edhe nga vjen e vjen. Po. Rrugë në vjetër quhet rruga 12 barakve. 12 barakve, po. Shkojnë Livadhës, edhe kupton Livadhës me kanë shtishit e veta, punë e veta me Po Mirdit. domethënë kjo lidh gjithë trevën e Mirditës. Po Mirdit, tu shkojnë për Mirdit. Rrugë e madhe me kal, me çfarë ka qenë. Më në fund arritëm te kryqja. Tu mëshin duhet marrë bib, pas e bojnë gjatë mrekullueshme, një moftë. Shumë që është, një mos në të i mërserën. Shumë e bukur. Tash Si e ke ndërtu këtë? kjo është simbol fetar, kuptohet. se Po, tash kryqja. 1000 vjet. Po për mua shërben si objekt kulturor. Më ka mbi kështu mene, më ka dha mene një herë për ja 3 muaj, që ta loj diçka. Se si që thamë, u shpopullu, po thujse. U shpopullu. Kam marrë, kam bo bazamentin normal, me kur, me dalë i kam rregulluar. E kam shumë këta po thuj si me drejtësi, i kam kriju kullorat, anë teknike i kam del hakut. Pas e kriju një bazament mrekullueshëm. Jo. Si e ke ndërtu këtë bazament turbullat? Bazamentin kam hap gropën, e kam mush me buda beton, kam kriju një kullon to që është kjo si e kam bëu më tepër kështu dekorative është kjo. Po. Kam prej një bidon, A, bidon. po por kjo Për ta është marrë për formë. për ta marrë për formë. Bukur. Se nesër mas 100 vjeç, ka lë dikush e thot tu apo një guri, Hej, duket sigur. edhe jep dekoracion pastër, kur na jep nesër. Bukur. Tash ti kam vazhdu punë, thjesht, tu vazhdu punë, u kam tregu fëmijëve, më kanë ndihmu fëmijët, me kanë ndihmue djemtë e vllajt, Po. Gjergji dhe Doda, se atin e dozojemni. Faqe bardh. Vetëm fëmijët e mi më kanë ndihmue edhe Gjergji dhe Doda, Bukur. e theksoj, ta? Sa u kam thënë se, më thanë që të bëjë gjëgj, u thashëm të bëjë një krishë, më thanë do të ndihmojmë edhe na me lek, edhe më ka dhënë lek. Tash kjo është këlqeka, me çfarë ke ly?
tash ti kuptohet boj e bardh, me kam gjet tash të boj fosforike quhet, se unë pak i marr vesh ka këtë bojnat. Po e kam arrit e kam gjet, edhe e kam shuhe. Edhe shkëlqen natën. Kjo shkëlqen natën, për ditën jeta pa vetë. Po ditën po shkëlqen se të merr syt. Dhe se natën. Po dhe i ke vu instalu dritet, një panel diellor. Provizorisht, se nuk e kam realizuar për mashtë. Akoma përfundimisht. Po e kam bë. Edhe jep drejt natën, mu më ka thënë njerëz të tjerë, se s'kam drejt, më ka thënë njerëz prin kul me çefe. Po shumë e bukur. Shifet nga drita. Shumë më kanë thënë njerëz se shefet prin kul. Tash ti kjo, ajo që krijohet pyetja se kush te ka shtyn. Po. Përgjigjja është kjo. Te partë e mi, siç që kam thënë disa herë, e tham kush më pyese, jemi po një familje shumë e madhe pothuajse. Kupton? Të varfër ekonomikisht. Te partë e mi nuk më kanë lënë. As nga rrume kanë, as më kanë lënë të kuritën. Te partë e mi. Tash ti unë, ato janë tokë shumica, atini që flas për to, për ta ngri unë e sira gjithmonë, sa herë shkoj që kush ka mbi emrin Suli, nuk e shoh është i këtij e është i atij. Tash ti, për shpirtit atine, si një pasar si atine, kam menuar se tjetë kjo përsoje të partë e mi. Plumshin dur dhe një moft. Këtu im përballë Mael Zvelës, Obiba dhe gjithë kepit pastaj që vazhdojnë me gurin, me din, malin e Krezezit. Ku janë të vene, si quhen të vene? Tash që fillojmë, duhet të sipër, po. Sipër asaj box thajme. Po. A, kësaj të themis, po. Quhet Sheshi Bibe. Sheshi Bibe, po. Sheshi Bibe, po emrin ta. Po. Si ku ja tek cifra nuk di. Ai, nuk ka problem kjo. Nuk di zanal, quhet veni Lmoshe. Po. Se ka ashtrruga për të kaluar ke Krishja. Po. Ashtë edhe majtas për të kalu ke Bërsheni, me shku edhe në Velvenit edhe me rënë Kryzës. Po. Rrugë vjetër. Sepse këtu në rast tu kemi Dednubibën, në rast gurit ja kemi Dednubibën. Dednubibës edhe kushinjë dhe ti. Po. Masanej, aty vazhdojnë stani i Kolnarec. Në vetë që quhet guri Kolnarec ka emri. Guri Kolnarec për atë e deri këndoj me kalmetin janë stanet e vetë fresh. Po. E kuptohet më javë. Pra këtu që ka dhe Sheshi Bibe. Shumë e bukur. Sheshi Bibe e kam pas një gjuhë, po sot e zbulohet e kështë. Është tek e buka se im atje, drejtim me Bërshemin, sepse në tujt atje ndodhë Bërshemin. Shumë gjë bukur, sepse fisët tona, kryqëzës që kam thënë dhe një herë tjetër, janë shtrinë rreth malit e Velës dhe këto dy bajrak parë 150 vjetë që kanë qenë të bashkur janë vëllezër. Është një histori tjetër dhe gjithë këtë treva këtu që shkojmë, atë kanë lëviz nga një vend në tjetër, para morën gjithmonë rreth malit e Velës. Sepse këtu duke e parë, thjesht me një kanë vështrim të shpejt. Ja, këtu kemi gurin Bërshemit dhe ja të kalojmë tek maja tjetër Gjuri Bedin dhe tek guri tjetër, kjo është guri Drenit. Pra këtu jemi tek maja guri Drenit. Aty në aret e mia, ara Gjino Bips, livadhi Gjino Bips dhe kështu me radhë. Do të përpiqemi të shohim dhe mal dhe zojen, nuk e di arrim ta shohim me kamerën. Nuk arrim me pa zojen sepse është shumë larg. Jo, po e kam pa. Biba nuk jetë njëri ma? Tash si e kemi thënë herë tjera, po besoj se sa tepër. Tu jena në borën e Sulit. 5 kulla ba. Po. Të ndam 8 shpej, kur jena ndam 71. Kjo këtu kulla vjetër, kjo dera vjetër, është pranësi të djemve Fransulit. Po. Por tuke kjo na do të bëjmë sa herë bëjmë dokumentarë, se kësa e referatna. Po, kjo është pjesa më vjetër. Kjo është nana jonë. Më e vjetër. Këto kena lind. Tash ti, po të kalit para kësaj dere, pa i fol ditra fjallë, po të ketë goj, ajo do të më thotë. Pse nuk më fol orbir, se asgjë nuk u kam bërë. Thirra bab e thirra nan, thirra vlla e thirra motër, as njeri nuk zhetan votër. Por këtu zonin as kush s'po tani, nder parve të mi, vetëm zheta një drejt.
Edhe po të ngjallë, fishta dhe mizeni e kanë shumë zërë ta plotësojnë me vargje. Këtë shkatrim që erdhë. Jo vetëm këtu, por gjithmonë. Tash nuk jam unë as mizen, as fish. Do të tham një varg të mizenit. Këtë jetën e kam kriju vetë. Kafshat që s'ka përdihet ashtor vlla mjerimi, po e maran e ma zez që anë ka shkatrimi. Vazhdo. Una marr, qofshit I dhen vetë ditës? Po, me dorë. Po. Nuk I marrë ata shprejtën me makineri, më pëlqen ma shumë kjo original. Po. Ke dhe skuadrën? I përgatis. Po përgatit dhe kondit, skuadrë si kur të duhet. Kanë drejt, po. I vendos vizët dhe trak kryn. Edhe Kryn qoshin si duhet. qoshe si du me bo me përmosat e duhen si mas venit e tjek e kom. Bukur, pas edhe një motor këtu, po ky motor. Ki motori, ma mirë tham ki, unë e qy histori, ka 17 vjetë që e kam ble, Të 17 vjetë, po. as një herë se kam rëzue, as më ka rëzue. E kemi marrë që shojnë, as një herë s'ka marrë gjobë. Nuk ka gjobit njeri. Edhe ta e kam pas shumë punë. Tash e ke për muzeum? Është I ki ka nge si unë muzeum. Unë e ki jena në muze. Lënçin. Lënçin kinez. Kinez, motor kinez. Motor kinez po ka punu shtëgjirë. Pra jemi këtu përballë shtëpisë Bib, edhe tek Krishja që ka ndërtuar Biba me majën e kodrës me pisha. O Biba, pse ke shku kaq lart atje, çfarë do bo? Tash ti këtu nuk jem zgjidh për bëshet vend. Po, Një ditë kur qesh me marrë pensionin, po. thanë të mos ator mi, me shëri lashë. Merë shtesi, je ka që shka. Ata për mene një lashë sa si unë sëtë nuk I njohë fare, s'kam po gjithë po në kurt, s'kam peja s'kokra kreja që e thonë se si ja pas të mas shokret, edhe unë ju dhash një rëshet. U thash fut një punës, punani, nuk kini nevoj për I lashë. Unë thash që të moshën 67 vjeçën bëj paralele. Bravo, sportist. Atëherë nuk ma besu në qeshtë. Për të tregu atine, që të bëja mund që tash, është 10 centim gjanë. Po. Edhe unë jemi zoti me të bënë fiskulturë. Jep të montën, dalë, si du. Po ti po rregullo edhe tonin me këtë rast. Po, dhe ta ona shkret, e ka këtë zotin. Bukur. Zbritet të rregojt duke zbrit. Faleminderit Biba. I në rumë, me nërë që është Ne sot po festojmë dhe ditëlindjen me Bibën sepse jemi me 6 I pesti. maj dhe ditën e Shëngjergjit me Bibin do ta ngrim nga I dolli nga I got aty te Kogjaku që po vlen. Gjuar ditëlindjen, ditën e Shëngjergjit, pas ditëlindjen me Gjergj Kastriotën. Po, e Faleminderit. kam ditë shenjë. Faleminderit. Tu jemi në barë me Bibën dhe tu përpara tash mas Shëngjergjit kemi festën e shëlbumit Bib. Po si e organizoshin festat? Mërsi erdhe. Se gjeta? Tash ti, po të flasish për festat se si kanë qenë, do të rritë, e kanë zërë me besu. Nështë ne edhe me ka javë pa buk, që ato kullat që ishta. Po. Kanë qenë përgatit mosën sa si maksimum për fest nuk bëte mo. Më ka thënë një burri vjetër, më ka lësh përdoj që jemri, ja thamë, si këto e në realitete, të gjithë jemi ishte zëtë shpeje. Me po tash njerëzit shkoshën për qetësi ku shpejat ishën më të vogla, për të marrë rahat. Pyeten, a ka shku kush të sulit? A kanë lef qënë? Njoni s'kim ne I kanë, që të s'kim ne I kanë, edhe erdhen për një heri. Tu këtë ditë se sa kush. Ma si kanë ardhë, kuptohet se s'kanë pasësi me këthëje, kanë arrit
e janë bon shesh njerëz sa si kanë pa prej mullart e kasht me avu trenve poshtë se mos bien. Po. E kam gjuhë për Markallesh. Aha, Do aha. është a thonje Po, konkrete. Për të forcuar Sherdakun. Për të forcuar Sherdakun. Tash ti kupton se gjenja ekonomike siç e tham, një nga misht i shpejs Gjopale, dajte të gjishit tem, po e tham mish, i ka thënë, or ne pa shko ke kushtarin. Për të maj se të paktën atëherë kanë qëtër edhe të rëbë, paktën. Atëherë. Edhe kanë dalë, kur kanë shku ke kushtari, vetëm kanë gjithë thoprat. Në majnë, pranë verë. Po. Lëgër të gjenja ekonomike. Kanë himërën në kull, edhe u ka thënë mishë si ka që plët kulla, u ka thënë shohi burra. E dalim, se s'kina shabojmë ma këto. U ka thënë në shqit mi zdit me muhe, atëherë unë me ju. Se si mos dhejt madhit zëtë të shëllbumit e të mishe, unë i qesë për vjesht, i kuptët e kiponë. Tashti, i ka thënë një nërë ata, ka një kallë drith dhe ta marrish ke ato si ishën më të pasur, ka analisht, edhe e kanë kalue, këtë punë. Lëgëte ashtë njerës... Po, ndimoshin njëri tjetrin. E ndimoshën pa Nuk pa dritë, atëherë mori vendim monatia nga një kallë për mik, mi pru me dritë. Zonalisht, ishën shumë më të pasur se na, ma ashtu edhe i kanë dhënë dhora, jo kështo. Pa u thanë. Ndimov dhe kjo fesë që po vjen o bib. Tash ti thamë dhe i rast si do me u. Po. Natën e shëlbumit, ka del Geksuli për i burgut. Po. Kuptohet se si shkanë qenë as lidhë telefonika, as komunikacion, as gjë, ai rrezik se kanë prit Tiranën në kamp. E kanë përcjell njerëz, 13 vjet pa shpejt, natën i ka takue. E ardhmja, se ka di se ka natë shëlbumi as gjë. Kur ka ardhur afër shtëpisë, ka taku babën tem se ka qenë të shku me rujt vothin e dhejve si kanë pasulën pranë verët për i bjesht, për të rujt bjeshket, si shka gjalishi. Edhe ka taku e këto si për shpes teme më rrugë. Po të jërë, i ka thënë jem një mek, Gega, a si ka qenë bërë. I ka thënë aj me homore, në kuptat ja ka futa i gotë, i ka thënë, po dërë shëtët për mazdarke. I ka thënë jem Gega mërë, edhe ja dhënë e ka, bërtit ka qaki. Po. Tash, kuptohet se njerëzit ka qenë në borë të sistemue, gratë, po, mos e ka qenë plët o borë e kulla kret. Edhe i kanë hi mreni, i kanë thënë burave, e ka gjithë një gjohë lëlendod. Si që kanë pa thënë. Po. Një gjohë i ka ashtu. Me zëra ka marrë vetën për të mosh. Edhe ka thënë nuk kam gjohë, po ka gjegja mërë. Po thëmë, më shprejë popullore. Shumë e bukur. E kanë gjuhë zhurmen lagja në rejve. Lagja, ma thonë. Kuptohet mi shkanë pas të gjithë. Se ka Geksuli. Pra për thëmë, se ja kam gjuhë dhe Markalleshit, a i plaku, si ka qenë një plak kreti sak. Po. Edhe ka në rejet kret, me mishte e vetë, edhe a rikëthëj festa. Këthy njëherë nga pare se erdi Gega, Lal Gega. Po, se erdi Lal Gega për i burgut. Bukur. A rikëthëj festa. Sot, si që shë vetë, shashmis si futën në fshata, I prej të shpi. kanë pasar dikur të konë. Të familje. Hajde një moftë kjo fesë që po vjen, edhe dita shëngjirë gjithë sot. Ditë linja jote. Mera gjithë, unë... Tashi, Biba, këtu që ka një relik shumë e bukur, shumë e vjetër. Ta shte pave, Një ping, se se po ta men me si djesa torp, kja Po. realitet, një ping e vjetër. një ping e vjetë e bon me dorë. E bëm me dorë. Po kjo i përket mos për ju si kanë pas vesh lkura, Po. si të bon me lkura. Kjo është ta luftes dytë botërore kjo. Po mi fjallë motorë, ose ku ka pas motorë në Shqipni, Po. kur kanë arë italian, Po. ka tret kapërtonat, Po. kuptohet se dikush si ka pas ideje se rrallë kush i bate këta. Se kjo bon me dorë, Po. si nuk ja shef në Pra gjike. kemi një ping thesi, Po, e bëme me dorë, që e bëme me kopë sateli, po. dhe ka varët si që ka motori, më Kapërton. më shumë, sepse du me maj me ekspozu, kësoj, si bukur. bukur. Pra, shi kemi një gomë vërtet motori, dhe shikoni se sa shumë është konsumu. Se sa shumë është konsumu ta bëj vetë, Ashtë konsumu. ka shumë ka hec ai njeri me këtë, as shumë është konsumu. Mal, Mal. kuptohet. Sepse Se ne këto mërshë në Shkodër. po mos fol tash, do të flas diçka Mos tjetër. Sepse ne në kohën tonë nuk na dilshin 3 palo pinga në vjet, se kim pas për të hec, ndoshta 2 herë me dal më të vels ose 2 herë 2 fish në rrugës me dal në shesh qez. Dhe sa tash një palo pinga të shkojnë 5 vjet. Pra kjo ka qenë një nga ato pingat e hershme, o pingat relik, o pingat e thesit, e ndërtuar nga goma e motorit, të cilët artistët militori kanë kënu dhe këngë,
marrim gomat e I bajmë pinga. Ja, kjo është një gomë e vërtetë, e Originale. bajmë ping. Faleminderit Bib për Se këtë rrallë relik. kush I bën të, këta ka pas bën kolsuli. Faleminderit për këtë relik Bib. Faleminderit. Që mund të them shumë Faleminderit. I ndërum që është më nërë. Tu që ka një urë e bukur Bib. Ku të qenë ke urë? Kjo urë të shënë ke shkolla. Pa bukur. Kush e ka bo? Mund të them ke Arkadies fshatit. E kush e ka bo këtë urë? Tash te këtë urë tash ja ka bë bashkia. A, faqe bardh bashkisë. Ashtu. Bukur. Dikur kim pas dalë në përgur, Po? Për gur. për motiv sekret. Po. Tamam sikur bleta që shkon ke zgjoj. Po, se dhe shive, edhe me qenë se jemi në maj, shive ka shumë ujë lumi, ka shumë ujë proj. Si s'ka më thotë, ka ata, Ka edhe kim shumë pa ujë kaluar proj. përgur. Ka Tash shumë ka ujë rritë bën urët. Ka bukur. Po ty sa a motorizu pak. Po, shumë bukur. Për këtu ke ura. Për këtu ke ura. E ma tonë, kur kanë qenë zonë si to, unë s'kam statistikat pjota, po mbi 300 kanë qenë. Kanë pas, bon 300 zonë se Mbi kalem. 300 ka pa shkuë, numri. Do të vizitojmë shkollën. Edhe këtu mirë se ke ardhur. Aty ku qindra në zënës, ka dhanë mësim, kanë marrë anë e gjuhës shqipe dhe sot janë kudo në përbot. Me Bib Sulin. Do të flasi për ato vitet bukura të rinjit. Të gjithë velnjakve dhe Për sa ne I kujtojmë me nostalgji. për sa di originale do t'i Dhe flas. ne kemi dëshirë t'ja u sjellim trojet tuaja aty ku jeni. Do t'i flas 2-3 fjalë. Po. Pak me emocion. Sun jam një shëndzan si kësaj shkolle. Po. Sot e jam zhish. E maj men këtë shkollë, këto bërë plot, rresht mësues, këtu masi s'kishe ka me lëviz mësuesi, edhe kush, sot dhejmje. Kuptohet janë shpërda, si shka ardhjeta, shpërda kanë hik. Kjo shkollë ka rreth 60 vjetë si ashtu. Se e vjeta ka qenë matanë, ma kisha. Tash kur dalë para kësaj, përftirim mësues të e mi. Rresht, në zonë si tu si me qenë pazar, atje ka pazar, se tash as pazar s'ka. Shkollën nënviqare Koltoma. Koltoma, Bukur. figurë në Rome, jo se ka qenë baritar, po ka qenë personalitet I shqum sak, jo me bo komplimente, edhe ky. Ore Bib, jo për komplimente, po ti je një mjeshtër I mbarum, nuk e di si ke qenë shkollë. A do ta kujtosh me një krim, një gjatë bukur për shkollë? Se tash jemi të vjetër, jemi të dy pleq. Tash ty, unë jam jo I detyruar, po kënë zhjezja do tham realitetin. Unë kam qenë nën mesatarën në të përgjithshme. Si kam pas shkëlqyeshëm, kam pas mësim pune. Gjanë se e vazhdoj edhe sot. Kam pas fiskulturë si edhe sot I baj paralelet. Bravo. Kam pas historinë si një herë me ma thanë, edhe para 20 vjeç nuk e harroj. Me bo me pyet për matematikë. Zhjuhe këto, tham na afik se Po letërsi? unë e kam pas, edhe ata. Para thu një Kam gjatë pas. bukur për shkollën, hajde. Me qenë si jam përpara kësaj dere, përveç prinjve si të mësojnë gjuhën, por mas prinjve është kjo si të na ka mësu ABC-t, na ka mësu historinë, na ka mësu kulturën, e na I ka mësu gjitha. Sot I ka koha se kësaj ja kemi të kej shpenën të gjithë. Nipat përdore edhe mi u tërguhe. Unë kam marrë disa herë këtu dhe Po kam pas lulli shtën të. gjej rastin të përshëndes profesorin, drejtorin Gjin Bunën, përshëndes Gjualin Gjinin, e drejtori gjithë ato ekipit e mësuesve të cilët me kanë thirrë, kemi bërë samramje të bukura, vallëzime të cilat ju I keni parë dhe unë të mundohem t'ju përcjell po përsëri gjëra të bukura për shkollën tu I Velën. Edhe këtu I bat hyrje në këtë rast. Tu kanë arrit, e janë bo dhe profesora, ka me grad profesora, se kanë dalë nga kjo, ka dhe pilota, ka me gradat në ryshme oficera krejt, ma shumë. Duke qenë këtu në Trojt e Velës dhe tamam në oborrin e shkollës, oborrin e shkollës shqipe, du t'ju them që shkolla parë shqipe këtu në Trojt e Velës, pra është atje në majën e Velës, është hapur në vitin 1632. Dhe kjo shkolla këtu është vazhdimja e asaj shkolle, të cilat kanë mbaj kombin tonë gjallë për 500 vjet edhe nën pushtimin tu. Këto kanë qenë ndoshta burim pastaj
sakrificash, e sulmesh të vazhdueshme nga ushtria turke, por gjithë këtë tu kam jetuar, ka jetuar në kushte thujse moderne, sepse do ta ngrihna me drën t'ju japim një vizion të bukur me kullat e panumërta të Velës. Pa vit, fal. Tashti. Të flas për historinë atje që ka qenë para 600 sa në fjalë 500 vjeç rreth, nuk jam shumë i saktë. Ja, ka që Po thashëm. një gjuhë kam. Po, Realitet janë, shtatë zonë e kam një gjuhë dhe e kam lexuar. Tashti mas shumë para kohësh i takon në 67-ën kemi dalë tonë. 67-ën. I takon që unë kam qenë klasë 2. Po. Klasën e parë, gjysmën e dytë se kena marrë matana në ka kisha. Ty ku është kisha, Ati ka kisha, ati ka kisha. Tashti kemi dalë tonë. Kuptohet si që tham, ka pa rrit një numër shumë i madh, jo i madh, por shumë i madh, se këtu është edhe fshati Rrezezi. Se vjen e banë në shkollën këtu. Edhe ato janë nxënësit e kësaj shkolle. Po. Që vinë to. Për ku feme Munazin, deri në Murishit Vel, deri këtë dajmë me Kalmetin, tu kanë pasarë. Po. Të reskov, piton. Rreth 2 orë rrugë, po thuj se ka pasarë 2 orë rrugë. Ta manë si nxënësit e Mizhenit. Kim pasarë. Se unë kam lexuar pak Mizhenit. Në është edhe pa buk. Kim parrit më thanë prinjve, a kimi kur t'vim. Llogaria se sa ka qenë. Çu ka qenë historia po? Rrobat, kret kim bjarë. Vetëm se filloshta, pri vendi që quhet Shefkinjë, që ishin stanet e funit, e deri ki vishna këtu, të prall me njëri tjetrin nuk e njihshna rrugën, nuk mërdhejshna desh. Një harmoni e papame. E papame. Një dashuri shumë e bukur. Ato malta në matan, e nak nej, të knue, të prall, në vend se e duke i thërrit, bari ju nga njëri malin tjetër. Filma qasi edhe regjizorët e sotës nuk e realizojnë. Do t'i shohim pak kullat e Velës. Do t'ngrihemi në altë me drone t'i shohim pak kullat e Velës. Dikur, kuptohet se kur ka pas gjallëri e krejt, Po? anej majtas ka qenë fusha e voleybollit. Tu ka në fusha sportit? Po. Po? Tu ka qenë e futbollit. Po? Mas anej kanë qenë improvizue, thuj se do kopshnaj. Po. Atje, ma tanë kanë qenë objekte sociale, sa si sim di për men. Po? Ma shumë, kur lushna këto, Po, ke Brezë fusha mas këtu, brezi. po. kjo, si sota, Kjo ishte stadiumi. tu ishte stadiumi sa shë. Mund të thëmë si edhe Beslidhja sot nuk i ka është tifoza. Ore, se këtu ka shka stadiumi për 3, 4, 500 tifoza. Kishte 500 tifoza? Unë jem të thëmë Beslidhja nuk i ka sot. Edhe Beslidhe Edhe thot, Beslidhe. Biba nuk i ka 500 tifoza. Nuk mund të thëmë Vllaznia se jem për tifoz. Vllaznin. Jo, nuk mund të thëmë se Vllaznia se jem për tifoz i Vllaznin, jo? Vllaznies. Qysh kalemo. Edhe kam kalu majnë e Velës për të pa neshin 78-ën, Vllaznia, Beslidhja, se Beslidhja dilte nga kategoria, Vllaznia merrte kampionatin me kpucë majnë orë. Sa orë Se keni mos dhe, ba, 5 orë. ta di Met Hasani, 5 orë për të shku me 5 pa orë neshin. në kam. Ti dhe Vitor Pepa, Gjorin Përlesi du ta dini, për të shku me pa neshin do të sakrifikosh 5 orë. Nga Raja Velës kena shku ke stadiumi Beslidhja, kena kthyer kena ardh, edhe ti marrë edhe kpucën dorë. Se nuk mund të gjenja flasim ekonomike. keq për Vllaznin sepse jemi tifoza, po Beslidhja është e jonja. Unë Vllaznia edhe sikur bjere jo në kategoritë fonit, Do t'i rish. po emrin unë i thëmë Vllazni. Pasi një bo kisht bukur, Bib? Po kisha ba, ju lumë të dhe një voftë të tini që kanë ba. Në fillimet e para, kur është ba kjo kish, ka funksionuar. Kanë nejt njerëzit edhe më shementën se s'kanë pas vend ku me nejt, për i popullsisë, Me pa mesh. me pa mesh. Po. Me udokat vetëm frim mërshë. So, kam marrë pjesë edhe unë, po nështë pak ma rrallë. Ma shumë. Ka rritë sasi. Prifti vjen ma ekipin e vetë, po e që në gjumë ma shumë. Atine u lomë, të një moftë, ma shumë vinë për e ndese sa gjënë të tash. Ta ishin kullat e pafunve të Velës. Po, Kemi kishën, kemi shkollën tu, dhe kullat e pafunve të Velës, të cilët gjallëroshin jeta jashtëzakonshme. Sa shkolla këtu ka pas rreth 300 zënës. Unë i kam qenë dëshmitar të vetë, për këto për na i trego Biba. Por këta shtëpijet e panumërta, kullet e panumërta, janë qendra Velës. Dhe në fisim janë koldoqet paka shumë këtë qendra, aty janë lagja e macave, lagja e mellës për tej, pastaj vjen
Dagja Sulit atje në fund fare. Dhe është një fshat në Vela që ta dini. Ambulanca, më ta Ambulancën, ja ku kemi dhe ambulancën. Sa që së të rrinë heshtje. Asë një rëbë nuk vjen. Kanë për të shonë rëshanë me bojë vaksin. Kështu i kanë arreshtat e kësaj jetë. Si që shifni këtu është një rrugë traktori. O bib, ku shkon kjo rruga traktorit? Kjo rruga të ashtit në kohën e monizmit. Po. Ma shumë. Ka qenë çdo plan veni ka qenë e shfrytzuar për bujqësi. Po. To parafërsisht 500 metra mund të jetë i kanë pasur shkeshi i tjegllave. Po ka pas diku tu sipër. Ka pas shtëpi diku. Po. Edhe majtas më lart quhet sheshi Bibe. Sheshi Bibe. Sheshi Bibe. Ne. Po. Këldoshit Bibe. Po. Tash janë nda që zgjon histori më shumë. Janë nda nga të Sa larg është prej këtu? Sa larg është? është? Rreth më mund të jetë 700 metra. Që ka i 10 minuta, jo më shumë. Sheshi Bibe. 700 metra. Shumë e bukur. Unë e kam gjuhë teorikisht, por edhe e kam kap praktikisht. Po. Kur kena bën stalla, në vendin që quhet Kodërleshe. Po, Kodërleshe. Kena marrë qoshe. Qoshe nga këto? Ke ish kullat. E bibeve. Ka pas kulla që kanë pas të ndryshme me fjalë. Ka pas edhe emra të tjerë, por nuk më nizoj se ndoshta bën. Nuk i di. Nuk e di saktë, po si eksaktësisht nuk do të futesh me ata. Por realiteti është që unë kam shkull qoshe për t'i shoqë stalla. Për ndërsa ka pas qoshe, ka pas kulla, ka pas pra popullar. Pasim shife, shikon se kemi pun krahun e Velës, gurit Velës atje. Si shejmë vjetesës kemi po para kullat e bibeve. Sheshi Bibe që. Dhe këtu në sfond kemi kishën, kemi ambulancën dhe në fund fare kulla e Koltomës. Kullës Koltomës, ja një pozicion jashtë zakonisht i bukur për këtu. Kulla i Koltomës. Falënderoj Bibi. Për çdo muj e të bëjmë kaj gjonë bukur. Edhe zoti është bukur nga të bipsuri ka një ditë. Edhe në të një bëjmë gjonë. Por e kur e kishte ditinën ti? Unë e kam me 6 i 5 i 58. Por e të qike si shën gjergji ti? Gjotë ashtu unë ditë shenjtë shkam le, por nuk i hollëm. E pak... Mirë, do të urojmë atje, këtë tavolina. Mirë se dish. Biba, këtu ka qenë fusha e basketbollit? Po, këtu volleyball e basketball. Po? Ashtu kjo melodi zësh, se unë i tham melodi, zësh, jem bo pak edhe muzikant, regjizor, se kohë, sa ma shumë shtrëngohen, ato t'japin nështë pak dije. Kjo cicilim zësh, kjo melodi mu më përftero zonin e fëmijëve të klasë parë. Bravo. Që mërshën përdore njëni tjetrin, ishën të shoqëruar, edhe sigurisht nuk ishte asnjë zonë të familjes vetë, e rastoshin to sigurisht ai ishte fëmijë dëshirë. Po. Ai si një jetë ka pas. Po dhe zështë e molit të bine e kujtojë. Malsorit e për cëllin e shtek të borit e nali lotin mos me i dal një gjabir ti thëmi dy fjall mergim tar po doni me shkue kjo është me fate kjo është me kue. Pasha jetën me të thonë të manë vërtetën me pasken për me të vetë muë venin tanë se kishe lëshue masi ti po doni me dal ta bavzati rrugën e mare.
dy fjall Si në Evropë dhe në Amerik Mos u lall me lyp karik Mos u merr me punë tek qia Gjithmonë ma I menjen të shtëpia Mos rana karkan me fjall Mi që shok mos zanë gjithë kan Ma tu mirë kur të hysh dorzan 100 qese me flori Nuk e blen 1 gram burni Fukaras mos I shitmen Kur t'vin puna për besener Mos e mat fjallën 2 her Por 1 gja e ka thanë Zoti Veni hujës bahet I jote Zot si je ven linja ime Hapa jam afru Rajet zemrës tu I mjushtu Me lot shpirtit atit qava E kishin